Ekziston një listë e zezë aplikacionesh që të sa i shqyrton me lupë dhe që pothuajse askush nuk i njeh. Mund të mbash në xhep arsyen perfekte që të ta revokojnë vizën ose të ndalojnë për 8 orë. Nga grupe bisedash me emra të çuditshëm deri te mjetet që përdor për punë, përmbajtja e telefonit sot ka më shumë peshë se sa bagazhi yt. Përgatitu, sepse do të zbërthejmë aplikacionet më të rrezikshme që shumica e udhëtarëve i injorojnë dhe që mund t'i kthejnë pushimet e tua në një makt ligjor. Le të fillojmë. Numri 8. Aplikacione mesazhesh me enkriptim të nivelit ushtarak. Nisim me diçka që duket shumë profesionale, por që ndes alarme të menjëhershme. Aplikacione si Signal ose edhe Telegram janë mjete legjitime komunikimi, por për një agjent doganor në impresion nënkuptojnë një gjë të vetme, se ke diçka për të fshehur. Problemi nuk është aplikacioni në vetvete, por mesazhi që përcjell fakti që e ke të instaluar. Shumë udhëtar janë marrë në pyetje për orë të tëra thjesht sepse agjenti nuk mundi të hynte në biseda që fshihen automatikisht. Pse ndodh kjo? Sepse software forenzik që përdor patrulla kufitare ka vështirësi të thyejë këto mure kodi. Nëse një oficer sheh që përdor këto platforma, kurreshtja e tij shpërthen. Në mendjen e tij, nëse nuk do të ishe kriminal apo spion, nuk do të kishe nevojë të fshije mesazhet pas shtresash enkriptimi ekstrem. Nëse nuk i përdor për arsye etike pune, ç'instaloi. Është më mirë t'i shkarkosh sërish pasi të ulesh, se sa të kalosh një pasdite duke shpjeguar pse preferon anonimitet total. Mjafton një bisedë grupi me emër të dyshim në këto aplikacione që telefoni të konfiskohet për javë të tëra. Numri 7. Platforma ndërkombëtare bastesh dhe lojrash fati. Ndoshta nuk e dije, por aplikacionet e basteve sportive apo kazinove online mund të jenë një kurth vdekjeprurës në dogan. Në shumë vende, lojrat e fatit janë rreptësisht të rregulluara ose krejtësisht të paligjshme. Nëse udhëton drejt shteteve me ligje fetare apo morale të rrepta, të kesh një aplikacion si Bet365 ose të ngjashëm mund të interpretohet si përpjekje për shmangje taksash ose pjesëmarrje në veprimtari të paligjshme. Por edhe në vendet perëndimore, këto aplikacione tregojnë shumë për stabilitetin tënd financiar. Agjentët kërkojnë persona të cenueshëm ndaj ryshfeteve ose që udhëtojnë për transaksione të dyshimta parash. Nëse shohin histori bastesh të mëdha, mund të klasifikojnë si udhëtar me rrezik të lartë. Fshiji çdo gjurmë të këtyre platformave. Nuk do të doje që një bast i thjesht futbollit të jetë arsyeja pse të mohohet hyrja në një vend. Por prit, sepse kjo sapo ka nisur. Kategoria e radhës është ajo që ka shkaktuar më shumë ndalime gjatë vitit të fundit për shkak të mbikëqyrjes ekonomike. Numri 6. Kuleta kriptomonedash dhe financa të patracueshme. Kjo është informacion që pak e përmendin. Nëse ke aplikacione shkëmbimi asetesh digjitale si Binance ose kuleta të ftohta të lidhura me telefonin, mund të dyshohesh për pastrim parash ose për tentativë futjeje kapitali të padeklaruar në vend. Në doganat e Shteteve të Bashkuara dhe Evropës, të shohësh një sasi të konsiderueshme kriptoasetesh në një aplikacion mund të nxjisë një hetim financiar të thelluar. Oficerët kërkojnë modele lëvizjesh parash që nuk përputhen me profilin tënd si turist. Imagjino të deklarosh se shkon me pushime me $2.000, por në kuletën digjitale agjenti sheh $50.000 në asete likuide. Kjo mos përputhje është një flamur i kuq gjigant. Rekomandimi im është i qartë, zhvendosi këto aplikacione në një dosje të fshehur ose, më mirë akoma, fshi nga pajisja dhe hyr në to përmes shfletuesit sapo të jesh sistemuar në destinacion. Agjentët nuk janë të detyruar të respektojnë sekretin tënd bankar digital në kufi. Numri 5. Aplikacione të rrjeteve private virtuale ose VPN pa justifikim. Ju i njihni VPN si mjete për të parë seriale nga vende të tjera, por oficerët e sigurisë i shohin si tunele për të shmangur mbikëqyrjen qeveritare. Nëse udhëton drejt vendeve me censur interneti, si Kina ose disa shtete të lindjes së mesme, të kesh një VPN të instaluar mund të jetë vepër e rëndë penale. Por edhe në vende të lira, këto aplikacione sugjerojnë se po përpiqesh të fshehësh adresën tënde IP dhe aktivitetet online. Nëse një agjent të pyet pse përdor VPN dhe përgjigjja jote është për më shumë siguri, mund të përfundosh në një dhomë të vogël duke ju përgjigjur pyetjeve se cilat faqe viziton dhe pse të shqetëson kaq shumë gjurmimi. Përveç rasteve kur është mjet i detyrueshëm i kompanisë tënde dhe i dokumentuar siç duhet, fshije. Është një rrezik i panevojshëm që ngre dyshime kibernetike para se të thuash qoftë edhe një fjalë.
Dhe nëse mendon se kjo është ndërhyrëse, përgatitu, sepse aplikacioni tjetër është vërtet më i rrezikshëm nga të gjithë nëse vlerëson lirinë tënde. Por para kësaj, abonohu në këtë kanal. Është falas. Dhe lër mendimin tënd në komente. Më pëlqen shumë t'ju lexoj. Numri 4. Regjistrat e vendodhjes dhe hartat e objekteve të kufizuara. Ky është një pikë kritike dhe ishte arsyeja që ndaloi një akademike të njohur në një udhëtim të fundit. Nuk bëhet fjalë vetëm për Google Maps, por edhe për aplikacione fotografie që ruajnë metadata me koordinata GPS, nëse nga kurreshtja apo për punë ke bërë foto të zonave industriale, ndërtesave qeveritare, centraleve energjetike apo edhe manifestimeve publike, ato imazhe janë të shënuara me vendodhje të saktë. Agjentët përdorin software forenzik që skanon galerinë tënde për sekonda. Nëse zbulojnë se ke qenë në vende të konsideruara me siguri të lartë ose të ndjeshme, marrja në pyetje kalon nga rutinë në hetim për spionazh. Nuk ka rëndësi nëse ishe turist duke fotografuar një avion, për ta, je dikush që po dokumenton dobësi. Pastro dosjen e fshirjeve dhe sigurohu që historiku i vendodhjeve të rëndësishme të jetë në zero përpara se të mbërish në radhën e kontrollit. Çaktivizo ruajtjen e vendodhjes në foto disa ditë para nisjes. Numri 3. Aplikacione takimesh me profile ndërkombëtare. Kjo tingëllon personale, por është realitet në kontrollet migratore. Aplikacione si Tinder ose Bumble mund të përdoren kundër teje nëse agjentët dyshojnë se udhëton për t'u martuar në mënyrë të paligjshme ose për të ushtruar punë seksuale. Nëse shohin që profili yt është i konfiguruar në gjuhën e vendit të destinacionit dhe se ke mesazhe aktive me banor lokal, mund të akuzojnë për qëllim emigrimi. Shumë udhëtar janë deportuar sepse oficeri lexoi një mesazh që thoshte: "Jam i paduruar të mbërri dhe të qëndroj me ty." Për ty është romancë, për ta është shkelje e kushteve të vizës turistike. Nëse nuk dëshiron që jeta jote sentimentale të jetë tema kryesore e një marrjeje në pyetje prej 4 orësh, mbaj këto aplikacione jashtë pamjes kryesore dhe fshi bisedat që mund të keq interpretohen si plane për qëndrim të përhershëm. Numri 2. Aplikacione pune në ekonominë gig ose punësim informal. Shumë kujdes me këtë nëse udhëton me vizë turistike. Nëse ke të instaluara aplikacione për shpërndarje ushqimi, transport privat ose platforma pune si freelancer, oficeri mund të supozojë se qëllimi yt nuk është të shëtisësh, por të punosh ilegalisht në vend. Ka pasur raste kur prania e thjeshtë e një aplikacioni profesional për montazh video ose menaxhim projektesh si Asana ka mjaftuar që agjentët të supozojnë se do të kryesh aktivitete të paguara. Nuk ka rëndësi nëse vetëm do të kontrollosh emailet, ligji i shumë vendeve ndalon çdo aktivitet pune ndërsa je në status vizitori. Telefoni yt duhet të pasqyrojë se po shkon ekskluzivisht për pushim. Mos lejo që një aplikacion prej 5 MB të shkatërrojë hyrjen tënde në një vend dhe të ta ndalojë hyrjen për 10 vitet e ardhshme. Por tani përgatitu, vjen aplikacioni më i rrezikshëm nga të gjithë. Numri 1. Gjurmët e panikut dhe fshirjet masive në minutën e fundit. Gabimi më i madh nuk është çfarë ke, por si përpiqesh të heqësh qafe atë. Nëse mbërrin në aeroport dhe fillon të fshish foto, mesazhe dhe aplikacione ndërsa pret në radhë, po aktivizon të gjitha alarmet e sjelljes. Sistemet aktuale të aeroporteve analizojnë edhe mënyrën se si ndërvepron me pajisjen tënde përmes kamerave të sigurisë. Një fshirje masive e informacionit pikërisht para kontrollit interpretohet si sjellje e fajësisë ekstreme. Pastrimi digjital duhet bërë në mënyrë organike, ditë ose madje javë përpara fluturimit. Idealisht, telefoni duhet të duket si pajisje përdorimi të përditshëm, jo si një aparat i sapo pastruar nga frika. Agjentët dinë të kërkojnë në re dhe në dosje të fshehura të sistemit. Nëse dëshiron siguri totale, teknika e udhëtarëve me përvojë është të udhëtojnë me një telefon dytësor krejtësisht të ri dhe ta lënë kryesorin në shtëpi. Nëse një oficer kërkon fjalëkalimin dhe ti refuzon, në shumë vende ata kanë të drejtë ligjore ta konfiskojnë pajisjen pa afall. Parandalimi është mbrojtja jote më e mirë. Në fund të ditës, të udhëtosh sot kërkon më shumë se sa thjesht një pasaportë të vlefshme, kërkon një identitet digjital të përkryer. Kufiri nuk nis më te sporteli, por te ekrani i telefonit tënd. Privatësia është një e drejtë, por në aeroport siguria ka gjithmonë fjalën e fundit. Nëse kjo informacion të duket i dobishëm për udhëtimin tënd të ardhshëm, mund të na ndjekësh për më shumë këshilla sigurie dhe udhëtimi. Na trego në komente nëse ke pasur ndonjëherë një përvojë të çuditshme në dogan. Fluturim të mbar dhe qëndro i sigurt.